Përshëndetje, kësaj jave tek Aldjema vjen pranku I shumë kërkuar nga ju. Farmacia. Herën e parë isha unë që bleja masa mbrojtje dhe mezin të gruaja, por kësaj radhe Ema ka shtirë dhe ka ngel shtatzan dhe shkon e blen 5 shtatzanie, por si do t'jetë reagimi një burri toksik që ka qenë në Itali për shumë kohë. Na lena I fjalë për burse I morë gjitha, po shifeni. Përshëndetje. Si e? Përshëndetje. Mirë. Shiko, kam pak siklet, se nuk di si të ta them. Kam pak marrje mend, kam të përzjera. Nuk e di, domethënë edhe ushimin kur e ha direkt e vjell. Sa kohë ke që e ke këtë gjë? E kam një javë, 2 javë, kështu dhe kam frikë se mos dyshoj për shtatzani. Okej. E para njerë do të bëjmë një test shtatzanie për ta kuptuar apo je si e shtatzan, pastaj simptomat të tilla vijnë nga mund të kesh dhe diçka tjetër, por jo gjithmonë mund të jesh shtatzan se ke këto simptoma. E kam pak me siklet me të drejtën, prandaj më duhet një test shtatzanie. Patjetër, ja, jo, ja pun. Ta provoj një herë si dihet. Patjetër. Domethënë ky është fiks për test besoj ke bërë dhe herë tjera, kështu që. Okej, e kuptoj, po normal që. Ma çajën këto gjëra si merr kështu. Ja Lidia. Çfarë është kjo? Çfarë kjo? Jo çfarë është kjo? Çfarë kjo? A ma shpjego pak çfarë është kjo? Është test shtatzanie. Për çfarë test shtatzanie? Si test shtatzanie? Si je test? Shtu ti, palet. Për çfarë ble test shtatzanie ti? Për çfarë ble test shtatzanie? Për çfarë ble uli duhet? Ja Lidia. Uli duhet çfarë? Për çfarë jep test shtatzanie tjetrës? Për çfarë jep test shtatzanie? Atë çfarë ai kërkon. Çfarë kërkon? Më pse ja jep test shtatzanie pa di se kush merr? Jep test shtatzanie. Qetëso. Çfarë është sjellja? Çfarë sjellje jam? Për çfarë jep test shtatzanie tjetër? Ka një vit që strimet a kam rrit në Itali, për çfarë shkon e blet? Për çfarë morë pra? Për çfarë pra? Për çfarë gjërat e tuaja? O shok, për çfarë jep test shtatzanie kësaj? Atëherë. Dhe para Ore pse jep test shtatzanie? Të stillesh, ti nuk edhe e dashur edhe gruaja jote mund të jetë, por ti nuk mund të sillesh në. Ore pse jep test shtatzanie, ma lat, lene këtu jem tu thon, lene këtu jem tu thon, lene këtu jem tu thon, uli dur. Uli dur. Se je në pronën e dikujt dhe nuk mund të kesh të sjellje, dakor? Ore, a do më mësu sjelljen ti mua? Po ti nuk do të mësoj sjellje. Do të sa ti ke hyrë këtu. Këto gjëra nuk do. Po uli dur ti më do thon, bëhen tu thon stop, më gojën ti. Mos rrit të gjuj. Qetëso. E para punës së duhet të sillesh siç është të sjell me një femër. O shoha e psikologe ti që pse jep tjetrës test shtatzanie pa leje mua? Duhet të diskutoni jashtë dhe jo në ambient. Pse jep test shtatzanie pa burr kësaj? Pse jep test shtatzanie ti? Ja ku të kam, ty të kam. Po jo jam ke, për çaj merr pra kur jam këtu? Për çaj merr këtë gjë kur jam? Po bën prota. Pse jep test shtatzanie ti? Ka mundësi më thon llogarit pa. Çam me qetësu më shok, pse jep jam të thonë, pse jep? Çu ke ti më thon? Pse? Atëherë kur ti vjen dhe kërkon një X produkt apo X ilaç medikament, unë do të ja jap. Po di ti se burra ka pas jashtë, për çfarë jep ti test shtatzanie? Po çfarë jep? A kam çfarë jashtë? Atëherë, unë nuk merrem me jetën private të tjetrit, dakor? O shef, më duhet çfarë merresh ti pse jep pra? Siç është, djali të lutem dil jashtë ose ndryshe do lajmëroj policinë. Jo më policinë skepse me lanuti. Me fajton. Kulturë, dakor? Këto gjëra duhet të sqaroni në shtëpi dhe jo rrugë. Testi shtatzanie është kulturë, merret. Ore, për çfarë kulturë më shok? Për çfarë ke marrë ti testin shtatzanie? Për çfarë merr ti testin? Unë kam që jashtë ti me test shtatzanie, për çfarë blet? Se vjen prapa meje, me gjërat e mia. Lutem ruani. Jo që ti më thuj mua që si kapë merr testin e shtatzanie. Se vjen ti prapa meje. Pse këtu vjen ble për herë gjona, te ti vjen ble për herë. Pak rëndësi ka kjo. Te ti vjen ble për herë. Kaç më thon te ti vjen ble për herë. Pak rëndësi ka kjo. Djali të lutem qetëso se ndryshe do A erdha të kërkova tash kam pak përzjera të vjella tash nuk I thash fiks Ja ve vet testin e Po, shtatzanie. ma dha vet. A me ty vjen batan pazar tan budalliqet e veta. Këtu vjen. Çfarë budalliqesh po Si blet ble test shtatzanie ti? Ti cënon privatësinë time, ti cënon privatësinë time, ti më rrund mua. Po kjo sa cilin privatësie më shok, sa cilin privatësie. Djali qetëso. E pyet edhe më tha, të duhet ky. Objekt, çfarë vjen test shtatzanie? A di çfarë testi shtatzanie? Pse e jep më vajz? Pse e jep tjetrës pa di se ku ka burrin? Pse e jep? Si ku ka Pse e jep? Do lajmëroj policinë. Po lemër policinë, po, stop, nuk e gojë, nuk e gojë, stop. dhe nuk do të stënë. Or lemër pronë dikujt, edhe kjo prona ime. Dil jashtë, të lutem dil. Po jo më dil jashtë. Të lutem Ti dil po jashtë. flish më para zonjës. Duke thënë që kishe jashtë dhe unë dal si gocë e keqe para zonjës. Or pse merr test shtatzanie ti? Çfarë ti? Femra. Do lajmëroj policinë. Jo, policinë s'ke për ta lajmëruar. Or policinë s'ke për ta lajmëruar. Lënë telefonin. Policinë s'ke për ta lajmëruar. O njeri, nuk ka faj ajo. Lënë telefonin aty se s'ke, nuk keni faj, ju s'kam Nuk ka gjithë. faj ajo që erdha unë kërkova diçka. Ore pse shkon e merr budalliqe tjera? Mos ta vet, nëse ke këto simptoma të duhet ky
gjëja. Pse duhet? O shok, ai është shtatzan, ka ne gjë si duhet më thënë. Ka ne gjë që duhet më thënë. Të tregosh respekt. Por le respektin, ishte. Të lutem dil Jo më jashtë. dil jashtë, nuk më thu dil jashtë mu, se tjetra vjen e vjetë e shtatzania. Të lutem dil jashtë. Të lutem dil Po, jashtë. jo, nuk Jo, ke për tartë, Jo, po jo, nuk vi për thersa. zotin nuk vi. S'keni fajin, që këtu vje blek budalliqe kjo. Këtu vje blek e shtatzania kjo. Po nuk bliem budalliqe. Atë shtatzania ky. Budalliqe duke folur ti. Çe e jep ti? Çe e jep ti të shtatzania? A ka me burr kjo? Kjo, të lutem dil jashtë. A ka me burr kjo? Po? Si mund të ndihmoj? Mos No, ma che poca mattina. Okej, të lutem, mund të vish pak një moment tjetër? Ajde vetëm pak më vonë. Të lutem sa të sqaroj pak të dy. Në myti. Po vjet, po çfarë merr të shtatzania tyre? Po çfarë merr të shtatzania o shok? E mora për se i kisha të vjella dhe mëra. Pa jam i vitja shteti më shok. Po çaj më po ku merr të shtatzanis burrin një? Djali, të lutem, sepse më erdhi paciente tjetër dhe nuk mund të shërbeja do. Të lutem, dil jashtë. Ti ky- Vajta, ulo qëndro. Jo, s'ka po qëndru kjo, dil jashtë Po s'u prej po them. Dil jashtë se çfarë? Dil jashtë se çfarë mund me ty. Nuk do të dal Djali, jashtë. jashtë. nuk e na prishu shqetësim. Am të prish qetësin. Po, patjetër. Pse e jep ti pro? Patjetër. As ma prish ti mu qetësin. Ti as ma prish mu qetësin se shkon i jep Djali, lloj jemi gjana. në biznesim. A biznesi jo? Po, Pse e jep pro? Është turp me lutem, mdjek, është turp me mdjek. Mdjek nga mbrapa, Bjerë, çfarë reagime. Të lutem, dil jashtë. Ore, Këto bjerë, gjëra do tu të mos- sqaroni jo në ambiente Ore të mos tilla. futem anë poshtë se kam përves mu futem banë ku bjerë këtu. këtu, Po bjerë vetëm këtu dil dhe ti jashtë. ke për ta mojt me. Xheloz dhe toksik. Po, kaq. Xheloz dhe toksik. Jo, mos kaq. punë xheloz dhe Xheloz toksik. je që më ndjek mua kudo që shkoj unë në Dil farmaci. jashtë, do të thonë, Nuk dil dal jashtë. jashtë. Të lutem se jeni Dal. duke prishur shqetësim. Të lutem, dil jashtë djali. Jeni në një biznes këtu. Dakor, nuk mund të sillesh ti në këtë lloj mënyre. Për çfarë do të gjë që mund të kesh? Merre vajzën në një moment tjetër kur ti je i qetë do ta diskutosh këtë gjë. Kërkojmë falje sa shkon me refet. O zot. Është kamera she. Na va halal për zotë. Unë dhe ky nuk Mos. nuk dim ku fi unë dhe Alti. Na va halal për zotën e di se në tash pak moment kështu po. Oj, vetëm të lutem mos i postoni këto pamje. Jo, është Ja, aktris. pa me, çdo nga gjë. blokojmë neftin, veç na fal që shqetësuam edhe kështu. Na fal shumë. Këtë merri ti se ne nuk na duhet. Nuk na duhet. Faleminderit. Wow, djema. Ándale.